Përshëndetje, ju njeh me shtypin e ditës për këtë të martë datë 16 dhjetor. Gazeta Telegraf hapet me lajmin kompani Prestigj me lidhje të dyshimta me Kinën do kontrolloj të dhënat e shqiptarëve. Opozita shqiptare, Shqipëria më kej se Kremlini në 22 dhjetor, protesta pa afat, PS qëndron në pushtet se ne nuk jemi në rrugë. Avokat Ndue Pietra, skandali që po trondit Shqipërinë kur informatorët mbrojnë kriminalët dhe dënojnë të varfrit me skenare policore. Ministria e Shëndetësisë propozoi skemë re e zhvatjes në onkologjik, ministria u kërkon të sëmurëve të paguajnë 50% ilaçet e kancerit. Në gazetën Panorama mund të lexoni protesta kombëtare, opozita bojkoton komisionet deri në 22 dhjetor, vendimi. Mobilizimi, deputetët e PD-s nuk do të shkojnë në asnjë komision parlamentar deri në datën 22 dhjetor. Ky vendim u mor dje në mbledhjen e grupit parlamentar. Gjatë kësaj jave çdo deputet duhet të punojë fort për organizimin e protestës së 22 dhjetorit, që do të mbahet në Tiranë para kryeministrisë në orën 18. Kryedemokrati Sali Berisha në foltoren e mbrëmshme u bëri thirrje qytetarëve që t'i bashkohen masivisht protestës kombëtare, si rruga e vetme sipas tij për të rrëzuar qeverinë. Nuk do të dorëzohemi, tha Berisha. Rama mbledh grupin e PS-s në takim edhe Balluku ndonse e pandehur nga SPAK, porosit e kryeministrit për deputetët. Ndotja e mjedisit 16 në pranga në kërkim 8 aksioner kompanish, fatura 270 milion për dëmshpërblim, lista e përfituesve. Në gazetën Dita mund të lexoni shteti zgjohet vonë, Bankers bllokohet për 120 milion euro pas dekadash shfrytëzimi, çfarë ka ndodhur dje pas një urdhri të doganave, dhe qesharakja një deklarate ku i quhet halli pasurisë së popullit shqiptar. Sa familje shqiptare kanë të paktën një antar në emigrim dhe çfarë tregon kjo shifër? Grupi 40 armiqësor, një incident në PD dhe pse Saliun tani po e vret Saliu. Skënderbeu që na doli grek dhe historia e djalit në himar pas vdekjes së babait. Më në brendësi mund të lexoni ku gjendet realisht varri i Skënderbeut, letra e Veliajt për Këshillin Bashkiak, votimi i buxhetit. Nga rubrika e shëndetit mund të lexoni mbi 11.000 raste në javë apo shkojmë drejt një pragu epidemik. I riu që gënjeu lehtësisht shtetin duke u hequr si mbesa e kryeministrit. Historia.